Zanafilla, kapitulli 20. Abrahami u zhvendos së këtemi duke vajtur në Negev, dhe banoi në Kadesh dhe në Shur, mandej u vendos në Gerar. Tani Abrahami thoshte për Sarën, gruan e tij, është motra ime. Kështu Abimeleku, mbreti i Gerarit, dërgoi njerëz për të marrë Sarën. Por Perëndia ju shfaq Abimelekut në një ëndër nate dhe i tha: "Ja, ti je duke vdekur për shkak të gruas që ke marrë, sepse ajo është e martuar." Por Abimeleku nuk i ishte afruar asaj dhe i tha: "Zot, a do ta shkatroje një komb edhe sikur ai të ishte i drejtë? Ai nuk më ka thënë është motra ime dhe ajo vetë ka thënë është vëlla im? E bëra këtë gjë me ndershmërim e zemrës time dhe me duar të pafajshme." Dhe Perëndia i tha në ëndër: "Po, unë e di që e ke bërë këtë gjë me ndershmërim e zemrës tate. Ndaj të ndalova të kryesh një mëkat kundër meje, ndaj nuk të lejova ta prekësh. Tani ktheja gruan këtij njeriu, sepse ai është një profet dhe do të lutet për ty dhe ti ke për të jetuar. Por në rast se nuk ja kthen, dije që me siguri ke për të vdekur, ti dhe tërë njerëzit e tu." Kështu Abimeleku u zgjua herët në mëngjes, thirri gjithë shërbëtorët e tij dhe u tregoi tërë këto gjëra, dhe ata njerëz i zuri një frikë e madhe. Pastaj Abimeleku thirri Abrahamin dhe i tha: "Ç'na bëre? Dhe çfarë kam bërë kundër teje që më solle një mëkat kaq të madh si mua ashtu dhe mbretërisë sime? Ti më bëre gjëra që nuk duheshin bërë." Pastaj Abimeleku i tha Abrahamit: "Çfarë mendoje të bëje duke vepruar në këtë mënyrë?" Abrahami u përgjigj: "E bëra sepse thosha me veten time, sigurisht në këtë vend nuk kanë frikë nga Perëndia dhe do të më vrasin për shkak të gruas sime. Përveç kësaj, ajo është në të vërtetë motra ime, bie e babait tim, por jo bie nënës time, dhe pastaj u bë gruaja ime. Dhe kur Perëndia më çoi në bredh larg shtëpisë së babait tim, unë i thash: ky është favori që do të më bësh, kudo që të shkojmë, do të thuash për mua, është vëllai im." Atëherë Abimeleku mori vend, qet, shërbyesi dhe shërbëtoret dhe ja dha Abrahamit dhe i ktheu gruan e tij Sara. Pastaj Abimeleku tha: "Ja, vendi im të qëndron përpara, qëndro aty ku të pëlqen." Dhe Sarës i tha: "Ja, unë i dhash vëllait tënd një mit copë argjendi. Kjo do të shërbej për të mbuluar thyerjen që të është bërë para të gjithë atyre që janë me ty. Kështu je e përligjur para të tjerëve." Atëherë Abrahami ju lut Perëndisë dhe Perëndia shëroi Abimelekun, gruan e tij dhe shërbyeset e saj, dhe ato mundën të pjellin, sepse Zoti e kishte shterpëzuar plotësisht tërë shtëpinë e Abimelekut për shkak të Sarës, gruas së Abrahamit.